Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni arriti kulmin kur Alba vendosi të përballej hapur me fjollën Live. Atmosfera ishte e ngarkuar, kamera regjistronte çdo shikim dhe çdo fjalë, dhe banorët e tjerë ndjenin rritjen e adrenalinës. Alba, me vendosmëri të hekur, ju drejtua fjollës me një ton që nuk linte vend për keqkuptim. Në rast se unë dal nga Big Brother dhe më prek një fije e flokut, ke për të mbajtur përgjegjësi. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një paralajmërim, ato ishin një shprehje e fuqisë dhe vendosmërisë që nuk mund të sfidohej, por nuk ishte vetëm paralajmërim fizik, Alba shtoi një dimension emocional dhe ligjor. Do ta kthej këtë situatë te familjarët, tha ajo, duke bërë të qartë se çdo veprim i fjollës nuk do të mbetej pa pasoja. Përplasja u bë edhe më e tensionuar me fjalët e saj, ku të kap, ta mendosh mirë çfarë do bësh. Ishte një mesazh i qartë, çdo veprim që te i kalon kufit e vendosur do të ketë pasoja serioze, dhe përgjegjësia nuk mund të shmanget, fjolla, përballë këtij presioni Live, nuk mund të mbante qetësinë. Tensioni ishte i dukshëm dhe çdo shikim i Albanës, çdo fjalë e saj, e bënte situatën edhe më të ndjeshme. Banorët e tjerë ndiqnin gjithçka me një përzierje shqetësimi dhe kurioziteti, duke kuptuar se një moment i tillë mund të ndryshojë dinamikën e gjithë shtëpisë. Alba tregoi se brenda Big Brother Kosova, respekti dhe kufit janë të paçmueshëm. Ajo nuk po vepronte nga impuls, por nga vendosmëri dhe nga nevoja për të ruajtur qetësinë dhe sigurinë e vet dhe të banorëve të tjerë. Fjalët e saj ishin një paralajmërim i fortë se asgjë nuk mund të injorohej dhe se çdo sjellje e tejkaluar duhet të ketë pasoja. Ky moment tregoi një nga aspektet më dramatike të lojës. Kur një banor vendos kufi dhe të kërkojë respekt në mënyrë të drejtpërdrejtë, tensioni bëhet i ndjerë për të gjithë. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo heshtje mori kuptime të dy fishta, dhe situata u bë një shembull i qartë i asaj se si emocionet dhe pres